Në Elbasan, rreth 15 fëmijë diagnostifikohen çdo muaj me spektrin e autizmit. Të kesh një fëmijë me autizëm është padyshim një sfidë, por prindrit nuk duhet të lodhen, thotë Eriola Murati, djali i së cilës është 9 vjeç tani. Pastaj mbi moshën 3 vjeç ndryshoi, shikoja që nuk po zhvillohej për moshën që kishte, nuk po fliste për moshën, çdo gjë filloi të mbyllej në vetvete, nuk donte të shoqërohej, shumë gjëra që nuk duhet të bënte. Duke parë këtë ecuri, vendosëm të bënim një vizitë, një kontroll dhe na thanë që është i prekur nga autizmi. Kjo është diçka që e Zoti, kështu që njerëzit duhet ta pranojnë dhe të ndihmojnë fëmijët. Nuk është duke i mbajtur shtëpi, duke mos e treguar, duke mos pranuar problemin, është diçka që i bën keq fëmijës, edhe familjes, edhe shoqërisë të një që të dalin nesër. Ndërsa Nevila Jorgji nga Korça ka 28 vite që kujdeset për djalin e saj Sotirin dhe tregon se për të nuk ka hapësira në qytet dhe nuk u jepet mundësia për angazhim. Dhe atë pyetje vetes çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje kur shtrihen për të fitur. Si do të jetë dita e nesërme e Sotirit? Çfarë aktiviteti do ta përfshijë këto? Ku do të përmblidhet ky Sotiri? Ku do të përfshihen aktivitetet? Çfarë do të bëhet me këta fëmijë? Pikpyetja më e madhe që është jo vetëm për mua, por për të gjithë prindrit. Jemi në situata shumë të vështira. Por ekspertët thonë se prindrit nuk duhet të dorëzohen përpara një vështirësie të tillë, por të gjejnë kurajon dhe t'i dërgojnë fëmijët e tyre për terapi, pasi është e vetmja mënyrë që ata të kenë një jetë normale. Nëse ndjekin rregullisht të gjithë terapitë që grupi vlerësimit i ka sugjeruar dhe i ka rekomanduar, nëse prindi punon ato që terapisti rekomandon për në shtëpi dhe nëse edukatori apo mësuesi bën punën e tij në kopër shkollë dhe në çerdhe, atëherë po, kemi përmirësim dhe bëhen të vetë aftë, vetë autonom për jetën e tyre. Ndërkohë, përveç mesazhit për prindrit, apeli nga ekspertët është edhe për të gjithë shoqërinë, për pranimin dhe mbështetjen në mënyrë që këta fëmijë të mund të japin më të mirën e tyre.